që kohëve të fundit ka shënuar rritje. Aktualisht, sipas naftatarëve, çmimet janë nga 1,23 deri në 1,44 cent për dizel, ndërsa benzina nga 1,24 deri në 1,34 cent. Kjo rritje po ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve dhe në sektore të ndryshme të ekonomisë. Sipas Fadil Berianit, kryetari i shoqatës të naftatarëve të Kosovës, tregu i derivateve është ende i stabilizuar, por situata globale si konfliktin me Iranin dhe tensionet në ngushticën e Hormuzit rrezikon furnizimin. Beriani tha se qytetarët nuk kanë nevojë të shqetësohen sepse në Kosovë ka mjaftueshëm derivate, duke shtuar se këto kohëve të fundit krizash në Iran, qytetarët në Kosovë janë duke u shërbyer me çmimet më të lira në regjion.